Po është shumë e rëndë, sepse në prizren ka ndodhur shumë krime dhe shumë që familje kanë humbur anëtarët e tyre të ngushtë familjeve, që këtë rast është zonja Mirie, po dhe ka familje tjera normale këtu në prizren, po zoni Mirie është një karakteristikë më e veçantë dhe është një vuajtje më e thellë shpirtërore se është në moshë të shtyr dhe i din ende ka kujtime për ata dy fëmijë se si i ka arritur, i kujtohet ajo ngjarje se si ka ndalur në një mal afër shtëpisë së tyre për të marrë dru kodimit kanë qenë dhe është njoftuar se aty tash mos ia prish natyrën e misionit. Aty janë zënë nga grupi i Beretave të Kuqe, të ullëqëm nga Milloshi, se e ka ky kriminal quhet Millosh, dhe për mënyrën se si janë ekzekutuar ata, ajo është e tmeshme, ajo nuk ka ndodhur në akte gjenocidale edhe po të shikohet në jurisprudencën e luftrave që kanë ndodhur mes shteteve. Pra familjet kanë përjetuar gjëra të tmeshme, sepse unë si avokat gjatë prezantimit të provave dhe të shkrimit të tyre në seancë kam parë vuajtje, kam parë gjëra që kthehen ato vuajtje, kthehen ato tmerret dhe gjithmonë ato janë shoqëruar me lot, me tmerre dhe unë e di si janë prekur dhe gjithë kemi prekur ne, por këto ne duhet të ballafaqohemi me kësi lloj ndjenje sepse drejtësia kosovare po i ka kriminalët dhe uroj që kriminalët tjerë sërt që po bredhen në Kosovë, se ka edhe kriminalë sërt dyshoj që bredhen në territorin të Kosovës të kapën të zirë dhe të dënohen. Po, dhe nëse flasim